çfarë pohon ky dëshmitar? Kam qenë me shërbim në aerodromin Gjadër Lezhë nga 2011 në 2013. Gjatë kohës që kam qenë me shërbim, në muajin tetor 2012, kam patur informim nga persona që kam bagëti se këtu ulet një avion charter në fund të aerodromit që ngarkonte disa arka të dyshimta. Në një prej ditëve që unë isha me shërbim, ulet avioni rreth orës 7:30, për cilin kam komunikuar në telefon me komandantin e truprojës së bazës së Gjadrit dhe i kam thënë se vjen një avion charter. Komandanti i truprojës, me iniciale M, së bashku me një roje që ka po të njëjtat iniciale në fakt, SG, kanë shkuar në aerodrome me motociklet dhe kanë gjetur avionin dhe 5 persona të tjerë dhe kanë konstatuar furnizimin me karburant dhe pakot të mbështjellja me natriban të avionit charter. Sa për ilustrim, ju si media, ne si anëtarë të komisioni, por besoj dhe publiku e ka shumë të qartë se çfarë mbështjellet me natriban, çfarë përfaqësojnë pakot e mbështjellja me natriban. Përfaqësojnë thjesht dhe vetëm pakot në të cilat paketohet lëndë narkotike. Janë pyetur personat në fjalë, pra personat që u gjendën në bazë, se çfarë po bënin në një bazë ushtarake. Dhe përgjigja ka qenë se po bënin stërvitje në luftën kundër narkotikëve dhe se ishin të shikut. Kur komandanti i truprojës u ka thënë se po vjen përgjegjësi, njëri prej tyre u ka thënë se ne jemi të shikut dhe kanë ikur. Dëshmitari SG në informacionin e tij pohon se ka komunikuar me kapitenin me iniciale ASH, duke i thënë shprehimisht se ishte ulur një avion i cili ka ngarkuar diçka të dyshim. Ky i fundit ka komunikuar me oficerin e drejtimit me iniciale BD, i cili ka tentuar ta mbulojë këtë fakt, pra oficeri i drejtimit, duke i urdhëruar që të mos raportojë që është ulur avioni, por vetëm që ka fluturuar dhe se s'ka se çfarë ju duhet me këtë punë. Vijon mëtej, e njëjti avion gjithmonë i referohem dhe citoj dëshminë e dëshmitarit SG. E njëjti avion ka fluturuar pas 2 ditësh, por nuk është ulur në Gjadër. E njëjti avion ka ardhur dhe pas 2 javësh. Dëshmitari e ka parë personalisht në po këtë periudhë, tetor 2012, 4 apo 5 persona që ngarkonin avionin me karburant dhe me pakot të mbështjellura me natriban. I ka pyetur nëse kishin autorizim dhe ato i kanë dhënë të njëjtën përgjigje, ne jemi të shish. Personat në fjalë ishin të armatosur sipas këtij dëshmitari. Dëshmitari SG ka komunikuar sërish me një epror me kapitenin ASH, i cili i ka thënë të mos u hapte telashe. Pas këtij momenti, avioni ka shkuar në Gjadër edhe 2 herë të tjera, e njëjti avion bëhet fjalë, por dëshmitari nuk është afruar pasi disa persona nga Shkodra i kanë thënë se për të punuar në aerodrom kishin marrë leje nga Ministria e Mbrojtjes. Menjëherë, pas këtyre ngjarjeve, në fillim të vitit 2013, pra menjëherë mbas fundit vitit 2012 kur ky ka parë këtë ngjarje, dëshmitari SG është lëvizur nga shërbimi në venddislokimit e Gjadrit për një vend tjetër pune.